Thethi, një nga destinacionet më të frekuentuara të turizmit alpin në vend, i cili po njeh një rritje të vazhdueshme të vizitorëve gjatë sezonit veror. Kreu i qeverisë Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale pamje nga Thethi, ku shkruan se nga Thethi që zgjohet çdo ditë plot me vizitorë që eksplorojnë dhe shijojnë përvojat në Alpe. Thethi, pjesa e Alpeve shqiptare, është kthyer vitet e fundit në një pikë referimi për turizmin e aventurës dhe të natyrës, duke tërhequr vizitorë vendas dhe të huaj që kërkojnë eksperjenca autentike në zemër të maleve. Thethi bashkë me Lëpushkën, Vukël Nikçin, Ragamin, Çeremin dhe Currajt e Epërt bën pjesë në kategorinë e tretë të lokaliteteve që është emërtuar si porta atraksionit turistik. Vitet e fundit në Thethi janë shtuar strukturat mikpritëse. Në shumicën e rasteve janë kullat e vendasve të kthyer në bujtina që kanë pritur vizitorët nga të gjithë anët e globit. Parku kombëtar i Thethit, i themeluar në vitin 1966, mbulon 2030 hektar dhe është vendosur në qendër të Alpeve shqiptare, duke përfshirë pjesët më të mëdha të luginës së Shalës. Parku është themeluar për të mbrojtur ekosisteme të ndryshme, biodiversitetin dhe trashëgiminë kulturore dhe historinë e rajonit. Thethi gjendet në mes të Alpeve në veri të Shqipërisë, i mbrojtur nga tre male, Radohima, Sheniku, Papluku, me lartësi mbi 2500 metër mbi nivelin e detit. Organizata ndërkombëtare Union për ruajtjen e natyrës e ka vlerësuar Thethin si park të kategorisë së dytë, i vlerësuar veçanërisht si zonë e rëndësishme për shpendët dhe bimësinë. Në 2017 Thethi u shpall qendër historike e mbrojtur. Kryesisht turistët e huaj që vizitojnë Thethin preferojnë të përshkojnë një shteg që kalon në lartësi 1795 metra për të shkuar në Valbon ose Anasjelltas, ndërsa fshati shtrihet në lartësinë 850 metra mbi nivelin e detit. Si shumica e Alpeve shqiptare, parku mbizotërohet nga shkëmbinj gëlqëror dhe dolomitesh. Të Thethi ka një histori 2800 vjeçare. Muza e studiuesve të huaj që prej vitit 1905 në 1966 në shpallur park kombëtar. Pika kryesore që turistikët vizitojnë Thethin janë monumenti i natyrës si Syri i Kaltër, Vaskat e Ndërluz, Ujvara e Grunasit, Kanjoni i Grunasit, shtegu Thedh Valbon, Shpella e Rapit, shtegu i Bjeshkëve të Nëma e tjerë. Pasuritë natyrore të kësaj zone janë të lidhura së bashku edhe me trashëgiminë kulturore dhe historike të banorëve vendas, duke formuar kështu bazat më të rëndësishme për zhvillimin e turizmit në Theth.